Mirë se erdhe Arnor. Mirë se gjejta Saranda. Shumë kënaqësi pas kaq vitesh me të pas prapë në studio. E vërtet sot më duket që u ktheva aty ku e fillova. Po më është ndjesi shumë e mirë dhe vërtet ndjem shumë e lumtur. Po, unë jam shumë e lumtur për ty, Arnor. Çdo ditë ma profesionale, çdo ditë ma profesionale në kuzhinë ke qenë çdo herë. E tham profesionale në mirëmbajtjen e faqes tënde, sepse edhe çdo gjë që plotson ka sens edhe mund shikohet nga fillimi deri në fund pa u bë bajat. E vërtet ky ka qenë qëllimi im që të sjell sa më shumë, të jem shumë aktive çdo ditë, por njëkohësisht sjell edhe receta kreative, edhe të lehta edhe të thjeshta që me ata përbërës që mund t'i kenë të gjithë në shtëpi dhe njëkohësisht përgatisin me mua. Po, kjo ishte edhe arsyeja pse apo motivi që gjithmonë ka qenë për mua. Po, edhe gjithmonë ka qenë afër atyre që duajnë kuzhinën shumë në atë aspektin që ja u ke përshtat edhe mënyrën se si është më lehtë me gatu. Edhe më herët kur u takun para xhirimeve, njëra prej mysafirëve tha, e di që kur ka mysafir, kur e provoj del ashtu sakt. Kjo ka shumë rëndësi. Po, gjithmonë përpiqem që janë të komplikuar me një fjalë. Edhe thjeshta me përbërës të thjeshtë që mund t'i kenë të gjithë, apo nëse edhe detyrohen me ble diçka jo që ka një kosto të lartë. Mirë, po edhe shënimin e recetës, domethënë, më falni se kam pak problem me zërin. S'ka gripa, tregova më herët. Domethënë gjithmonë përpiqem që të jetë e saktë me gram, me mililitër, me kohë të pjekjes, me kohën e saj duhet me qëndru qoftë për një brom apo një mish sa duhet të zihet, gjithmonë përpiqem që të jem shumë e saktë.